gjithë ky përshkallëzim mbahet top sekret. Duhet tekstuar që zoti Kola tha pak më herët që ditën e sotme nuk do të ketë fjalime, por sipas tij do të jetë të rinj dhe të rejat ata të cilët do të marrin në dorë fatet e kësaj proteste dhe duhet tekstuar që ditët e fundit ka patur edhe të persona në moshë, pra të moshuar të cilët janë bashkuar kësaj proteste, sepse ditët e para ka qenë një protestë e cila kryesisht është udhëhequr dhe drejtuar nga të rinj. Nga ana tjetër duhet të theksoj edhe një moment. 2 vjet më parë ka patur një marshim të një grupi të madh qytetarësh në drejtim të aeroportit të Rinasit dhe kjo nga një pjesë e organizatorëve është konsideruar e papranueshme dhe një plan i pamenduar nga ana e tyre dhe për këtë arsye është vendosur që të ketë një itinerar në rrugët që do të marshohet pas orës 20:30 apo orës 21 të mbrëmjes. Kështu që deri atëherë është duke u pritur të shkojë ora 19 të ketë një grumbullim të qytetarëve, të lajmërohen për këtë ndryshim të orari dhe më pas të nisë marshimi në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit, aty ku në fakt është edhe një tribun apo një mikrofon ku të gjithë personat që dëshirojnë mbajnë fjalën e tyre dhe shpjegojnë arsyet se pse kanë dalë në shesh dhe cilat janë ato shkaqe apo problematika për cilat protestojnë. Edhe diçka tjetër, Klodi, 19 policia e shtetit në fakt 19 protestues ka nisur procedimet ndaj tyre ditën e sotme. Çfarë bëhet me këtë informacion dhe si ka qenë reagimi i protestuesve në tërësi të protestuesve, atyre që organizojnë këtë protestë? Ju thash edhe më herët, Tina, 2 net më parë një grup i madh protestuesish ka marshuar nga sheshi kryesor, pra këtu në qendër ku ne ndodhem sheshi Skënderbej, në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës dhe më pas pranë aeroportit të Rinasit, duke krijuar bllokim në qarkulli. Duhet tekstuar së pari që të gjitha këto ditë nuk ka patur asnjë incident të shënuar nga protestuesit. Përkundrazi, ka patur një protest model ku fëmijët kanë pikturuar gjatë gjithë kohës, mesazhet kanë qenë shumë qytetare, ka pasur figura publike, ka patur qytetarë familjarë të cilët janë bashkuar në mënyrë normale dhe mjaft të qetë kësaj proteste. Duke qenë se ka pasur një ndryshim dhe një marshim në drejtim të aeroportit të Rinasit për shkak të bllokimit të rrugës, ndërkohë që nuk ishte lajmëruar më herët, duke krijuar vonesa në lëvizjen e qytetarëve në drejtim të aeroportit të vetëm ndërkombëtar në vend, duhet thënë që kjo për policin ka qenë e papranueshme dhe ka patur procedime. Patjetër që e drejta për të protestuar është një drejtë legjitime, por në momentin kur ka bllokim të akseve kryesore, do duhet që policia e shtetit jo t'i merret leje, sepse këtë e ka zgjidhur gjykata kushtetuese përmes një vendimi, por të lajmërohet në momentin që ka një lëvizje apo zhvendosje të protestuesve. Në rastin konkret janë 19 persona që janë proceduar në lidhje me këtë lëvizje. Ndërkohë, sa i përket ditës së sotme, thash është duke u pritur ora 19 për të nisur më pas marshimi në drejtim të bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe ju thash edhe për zhvendosjen. Patjetër që këtu bëhet thirrje që rinia të jetë shesh, të protestohet ashtu si ditët e tjera dhe kjo protestë sipas organizatorëve, të paktën zotit Kola, do të vijojë edhe në ditët në vijim. Mirë, shumë e qartë, Klodi, ndërkohë që unë po të lë të bësh punën tënde në mënyrë që të mund të informohesh sa më shumë në raport me këtë protestë të 17 në radhë të ditës së sotme, ne do të qëndrojmë me këto pamje të drejtë për drejta, duke dëgjuar një nga udhëzuesit e kësaj proteste, zotin Kola, i cili çdo ditë bën një gjë të tillë, për të dëgjuar se çfarë do të ndodhë më vonë në këtë protestë, po lajmi i ditës së sotme është fakti që protesta është vendosur nga ora 18 në orën 19, kjo si pasojë e temperaturave të larta, sepse në këtë protestë kemi parë familjarë, fëmijë të cilët kanë marrë pjesë në të. Ndaj është e udhës që protestat të spostohet si pasojë e këtyre temperaturave në orën 19, sepse për ta është të pamundur pjesëmarrja në ato orë. Dhe në fakt, çdo ditë është parë dhe vërtetuar se numri i protestuesve është rritur me kalimin e minutave. Pra nga ora 18 apo 18:30 kur ka nisur edhe marshimi i qytetarëve, deri në orën 20:30 ka patur një shtim të qytetarëve rreth kësaj ore në bulevard. Ata janë bashkuar protestuesve të tjerë duke vijuar më tej marshimin në rrugët kryesore të Tiranës. Sot nuk do të ketë fjalime, tha kolegja Klodiana Lala, por këtë protestë do ta udhëheqin të rinjt, gjenerata Z. Kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë ditën e sotme në protestën e 17. Në të gjithë këto ditë
është treguar energjia, një protestë civile jashtëzakonshme, me një sjellje të jashtëzakonshme të të rinjve, të cilët për hir të vërtetës nuk kanë provokuar dhe nuk kanë krijuar asnjë lloj incidenti të mundshëm, edhe pse hera herës brenda saj ka patur të themi ngacmime të shumta për ta intimiduar në thelb këtë protestë, por duket se ja kanë dalë. Kështu që do të shohim se çfarë do të ndodhë nga sot që protesta nis në orën 19 e deri në orët në vijim. Në datën 20 është afati i fundit që këta qytetarë kanë dhënë kryeministit Rama për të dhënë dorëheqjen dhe më pas do të përshkazohet si protestë. Përshkazimi i protestës ende nuk është shpjeguar se çfarë nuk kupton. Mbetet shumë i hermetik, por do ta shohim se çfarë do të ndodhë. Ndërkohë që dëgjojmë tani të gjitha udhëzimet ndaj qytetarëve. Që janë bashkuar dhe janë mesnesh, edhe këtu po do jenë edhe atje. Prandaj që kjo protestë ngelet në historinë dhe të arrije qëllimin final, rrëzimin e qeverisë dhe rrëzimin e kastës politike antishqiptare 35 vjeçare, duhet të vazhdojnë në mënyrë pasore dhe ju të keni durim, sepse prania e fëmijëve, grave dhe moshës 8 e bën diferencën në këtë protestë. Ama que é señal. Que é señal. Vai aqui. Tá bom. Por ta kuptu këtë mjafton të shihni listën e udhëtarëve që po zbresin çdo ditë në aeroportin e Rinasit. Janë në qindra dhe mira vetëm duke ardhur, jo duke ikë. Në qindra dhe mira që janë duke ardhur. Arsyeja sepse kjo protestë Që do futesh lart, po jo shpalë reagimit tuaj. Në një frymëzim dhe është Dali para turmës, ne pastaj në botë për ta 30 ditët e fundit. Tani ne do nisim dal nga dal deri për të vajtë të semaforit ku fëmijët dhe gratë do marrin pozicionin e parë. Në notën e Tirana, o idiot, Marshimi i qytetarëve, ora është 18:50 minuta. Qytetarët nga sheshi Skënderbej drejtohen bulevardit të bashkëqëruar sigurisht edhe nga mediat për të ndjekur hap pas hapi atë se çfarë do të ndodhë në ditën e 17 të protestës. Shohim bashkë të pamjen të drejtë për drejta, ka një eufori të jashtëzakonshme dhe rikujtoj edhe një herë, në protestë ka qytetarë të shumt, ka të rinj, të reja, të cilët e kanë prirë këtë protestë prej ditësh, po sigurisht që ka fëmijë, ka familjar, ka të moshuar, të cilët kanë zgjedhur të mos heshtin më, por të dalin në shesh, të dalin në bulevard, të mashojnë dhe të kërkojnë të drejtat e tyre, të cilat për hir të së vërtetës në të gjitha këto vite edhe janë, të themi, ndërkohë që shohim disa qytetarë të tjerë të cilët nuk i bashkohen protestës, po kanë zgjedhur të ndjekin ndeshjet e botrorit, ka një lloj ose dy realitetet të ndryshme në një pamje të vetme, është kjo që shohim tani, shumë qytetarë zgjedhin të marshojnë, një pjesë tjetër e zgjedhur të ndjek ndeshjet e botrorit. Kujtojmë që jemi në botrorin 2026, por qytetarët shqiptarë sigurisht që e kanë sfumuar të fundit për arsye të protestave dhe të gjitha kauzave të cilat në fakt ata kanë. Kauza të bëra publike. Sistemi nuk ka rënë ndonjëherë, tha një qytetar pak më herët, thjesht është transferuar nga ai sistem komunist tek këta personazhet politikës, të cilët sot për shumë vitesh drejtojnë dhe kanë marrë peng vendin, tha qytetari, po ashtu shumë të tjerë kanë folur dhe kanë interpretuar dhe seruar kauzat e tyre për një jetë më të mirë, për një vend më të mirë, për të ardhmen e gjeneratës Z dhe për të ardhmen e të gjithë shqiptarëve për më shumë të drejta dhe sigurisht
për të mos u vjedhur më shumë. Këto kanë qenë arsyet që qytetarët e shumt kanë dhënë prej ditësh, jo vetëm sot, në protestën e cila kulmon sot në ditën e 17. Me flamuj shqiptar, me pankarta në duar, Rama në burg, Berisha në burg, Rama jep dorëheqjen e shumë sloganet e tjera, vjon kjo protest e cila ka nisur marshimin e saj në ditën e 17 për të zhvendosur drejt kryeministrisë. Rikujtoj edhe një herë se sot nuk do të ketë fjalime, por kjo protestë do të prihet dhe udhëhiqet nga të rinjt dhe të rejat. Rithekësojmë dhe njëherë, ndoshta edhe kjo një informacion për gjithë qytetarët që na ndjekin, protesta nuk do të nisë më në orën 18, pra grumbullimi protestuesve nuk do të nisë në orën 18, por do të nisë në orën 19. Kjo si pasojë e temperaturave të larta që na karakterizojnë ditët e fundit, se kemi hyrë në sinën e verës, kështu që ka një zhvendosje të orarit, kjo për t'i dhënë kohë të gjithë qytetarët, të cilët edhe atyre të cilët marrin fëmijët dhe dalin në shesh, në bulevard, të mund të dalin pak më vonë si pasojë e këtyre temperaturave. Është bërë traditë tani më, ka një ndalesë të qytetarëve dhe një udhëzim të fundit të tyre, ndoshta për të treguar se kjo protestë do të udhëhiqet nga të rinj dhe më pas nga femrat edhe nga fëmijët dhe më pas meshkujt do të qëndrojnë një hap më pas. Këto janë udhëzimet e fundit, çdo ditë ndodh një gjë e tillë, kanë përshkruar një pjesë të bulevardit dhe do të vjojnë më tej pasi të marrin udhëzimin e fundit të marshojnë drejt bulevardit. Rikujtoj dhe kam thënë pothuajse çdo ditë në transmetimet tona të drejtë për